Imagjinoni sikur kompromiset që kemi pranuar për makinat elektrike të mos ishin më të nevojshme. Ketlil, giganti i baterive, sapo ka prezantuar disa teknologji që pretendojnë se do të ndryshojnë gjithçka. Le të shohim bashkë nëse këto pretendime janë vërtet aq revolucionare sa tingullojnë. Kushdo që ka menduar të blejë një makinë elektrike, përballet me të njëjtën pyetje: çfarë do të sakrifikojë? Do diapazon të madh, do një bateri që zgjat pafund, apo do siguri dhe kosto të ulët? Zakonisht duhet të zgjedhish, por QATL po e sfidon këtë ide, duke na pyetur: pse të mos i kesh të gjitha? Dhe këtu qëndron problemi kryesor. Për vite me radhë, e gjithë industria ka kërkuar atë baterinë e vetme, perfekte. Por e vërteta është se asnjë kimi e vetme nuk ka arritur t'i ofrojë të gjitha në mënyrë optimale. Çdo material ka pikat e tij të forta dhe, natyrisht, edhe ato të dobta. Pra, si përgjigjet QATL ndaj kësaj sfide? Thjesht duke hequr dorë nga ideja e një zgjidhje të vetme magjike. Në vend të kësaj, ata po ndjekin një strategji me kimi të shumëfishta. Kjo do të thotë se po zhvillojnë lloje të ndryshme baterish në një njëjtën kohë, ku secila është e optimizuar për një qëllim specifik. Logjika është e thjeshtë: mos kërko një bateri që i bën të gjitha, por gjej baterinë perfekte për çdo nevojë të caktuar. Le ta thjeshtojmë pak. Ktu kemi dy lojtarët kryesorë në treg. Mendojeni baterinë LFP si një maratonist. Është super i qëndrueshëm, shumë i sigurt dhe nuk kushton shumë për ta mbajtur në formë. Nga ana tjetër, bateria NCM është si një sprinter. Ka një shpërthim të jashtëzakonshëm energjie, që do të thotë më shumë diapazon, por është më e kushtueshme dhe e konsumon energjinë më shpejt. Kjo tabel tregon saktësisht pse një zgjidhje e vetme thjesht nuk funksionon për të gjithë. Tani që i kuptuam këto dallime themelore, QATL ka krijuar zgjidhje të dedikuara për dy nga frikrat më të mëdha të shoferëve: kohën e gjatë të karikimit dhe ankthin e diapazonit. Le të shohim se si po i çojmë këto teknologjinë ekstreme të tyre. Kjo është përgjigja për kohën e karikimit, bateria Shinjing 3. Dhe shifrat, dëgjoni pak këto shifra, janë vërtet pabesueshme, një karikim pothuajse i plot në më pak se 4 minuta. Por ajo që bën vërtet diferencën është performanca në të ftohtë. Edhe në -30°C, ajo karikohet plotësisht në vetëm 9 minuta. Për çdo që jeton në një klim të ftohtë, ky është një ndryshim total i lojës. Por shpejtësia e karikimit është vetëm gjysma e betejës, apo jo? Për problemin tjetër të madh, ankthin e diapazonit, atë frikën se do të mbetesh pa energji, QATL prezanton dy zgjidhje shumë të fuqishme: gjeneratën e tretë të baterisë Kirin dhe teknologjinë e re të baterive të kondensuara. Pra, çfarë do të thotë saktësisht 255 kg? Kjo është pesha që bateria Kirin 3 arrin të kursej krahasuar me një bateri standarde, për të arritur të njëjtin diapazon prej 1000 kilometrash. Për ta kuptuar më mirë, është sikur të hiqni përgjithmonë 3 persona të rritur nga makina. Dhe pse ka kaq shumë rëndësi kjo pesha kursuar? Sepse ajo përkthehet direkt në performancë më të mirë, për shpejtim më i shpejt, manovrim më i sigurt në situata emergjence, distancë më e shkurtër frenimi dhe madje, dëgjoni këtë, goma që zgjasin 30% më shumë. Më pak peshë do të thotë thjesht një makinë më e mirë dhe më e lirë për të mirëmbajtur. Dhe nëse mendoni se kjo mjafton, bateria e kondensuar Kirin e çon konceptin në një nivel krejt tjetër. Duke përdorur teknologji të frymëzuar nga aviacioni, ajo mundëson diapazone që dikur ishin të pa imagjinueshme. Po flasim për 1500 km për një sedan dhe mbi 1000 për një SUV të madh. Kjo praktikisht e eliminon ankthin e diapazonit edhe për udhëtimet më të gjata që mund të imagjinoni. Por strategjia e QATL nuk ndalet tek makina tërësisht elektrike. Jo. Ata po riimagjinojnë edhe hibridet plug-in, duke synuar të zgjidhin problemin e tyre më të madh historik, diapazonin e kufizuar elektrik. Dhe ja ku e kemi, bateria Freeway e gjeneratës së dytë. Ajo e çon diapazonin tërësisht elektrik të një hibridi në 500 apo edhe 600 km. Çfarë do të thotë kjo në praktik? Do të thotë se për shumicën dërmuese të udhëtimeve të përditshme, motori me djegje nuk ka nevojë të ndizet kurrë. Karikimi bëhet një aktivitet javor, jo më një detyrë e përditshme. Po si arrin këtë? Përmes diçkaje që ata e quajnë sistemi super hibrid. Tani, imagjinoni sikur në vend që të vendosni dy lloje baterish pranë njëra tjetrës, ju i përzjeni ato në nivelin më të imët, në nivel molekular. Kjo i lejon të marrin fuqinë shpërthyese të NCM dhe qëndrueshmërinë e LFP në një paketë të vetme, duke e rritur diapazonin me mbi 15%, mjaft mbretëselënse. Por historia nuk mbaron me kaq. Nuk bëhet fjalë vetëm për atë që ndodh brenda baterisë. Për të siguruar të ardhmen, QATL po shikon përtej litiumit dhe po ndërton një ekosistem të plot energjie për të mbështetur gjithë këtë teknologji.
Një nga rreziqet më të mëdha për të ardhmen elektrike është varësia jon nga litiumi. Zgjidhja e Ceatlil, bateritë me jon natriumi. Për t'i bërë këto realitet, atyre ju desh të kapërcenin 4 pengesa të mëdha inxhinierike. Duke i zgjidhur këto, ata po sigurojnë një zinxhir furnizimi të qëndrueshëm, i cili është absolutisht thelbësor për të ardhmen e energjisë. Por edhe bateria më e mirë në botë nuk vlen asgjë nëse nuk e ku ta karikosh, apo jo. Prandaj, CTTL po ndërton një rrjet masiv karikimi dhe ndërrimi baterish. Plani i tyre është jashtëzakonisht ambicioz. Deri në fund të vitit 2028, mbi 100.000 pika infrastrukture, duke bërë i rimbushjen po aq të thjeshtë sa mbushja me karburant sot. Tani, të gjitha këto risi teknologjike janë fantastike, por natyrshëm ngren një pyetje shumë të rëndësishme: si sigurohesh që gjithçka të jetë e sigurt? Për KTCL, inovacioni i shpejt duhet të eci krah për krah me një përgjegjësi absolute. Ky citat nga kryetari i CTL, Robin Zeng, e përmblet në mënyrë perfekte filozofinë e tyre. Për ta, thelbi i shkencës nuk është thjesht të kesh ide të reja, por të sfidosh pa pushim këto ide për të gjetur çdo dobësi të mundshme. Dhe si e vënë këtë në praktik? Ata kanë krijuar një ekip kundërshtar me 500 inxhinier. Puna e vetme e të cilëve është të përpiqen të shkatrojnë produktet e reja. Ky proces i pamëshirshëm i gjetjes së dobësive siguron që një bateri të jetë e sigurt jo vetëm kur del nga fabrika, por edhe pas 25 vitesh përdorimi intensiv. Dhe ky përkushtim ndaj sigurisë sigurisht ka një çmim. Vetëm për vitin 2025 ata po investojnë 20 miliard yuan kinez në kërkim dhe zhvillim. Kjo nuk është thjesht një shifër në një bilanc, është çmimi i sigurisë dhe besueshmërisë afatgjatë. Dhe kështu, kthehemi te pyetja përfundimtare. Për vite me radhë, blerësit e automjeteve elektrike janë detyruar të zgjedhin shpejtësi, diapazon apo kosto, duke ofruar zgjidhje kaq të specializuara për secilën nevojë. Ciatel po argumenton se epoka e kompromisit mund të ketë mbaruar. A jemi vërtet në prag të një të ardhmeve ku mund t'i kemi të gjitha? Kjo mbetet për tu parë.